Mirë, e kemi një namaz tjetër që është namazi duhas. Namazi duhas, ose namazi i njerëzve të mirë, njerëzve që kthehen tek Allahu i lartësuar në një rast të shqujt. Pastaj namazi i lindjes, kështu i kanë thonë, sepse koha e tij është, po thonë dikon 20 minuta, 25 minuta, gjysore, masi të lind dielli, derisa të hyjë koha e drekës. Domthonë deri para se të hyjë koha e drekës deri në selam. Namazi duhas folet shumë për të. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam është përmend në 3 hadithe. Namazi duhas është përmend 3 hadithe. Hadithi i parë është Abu Dharri radhiyallahu anhu. Thotë çdo ditë që e qel dita shëndosh besimtarin, duhet me dhënë sadak ose meriton me dhënë sadak për çdo nyje trupit. Subhanallahu, që nuk janë blloku nyjet e trupit, edhe trupi lëviz, dora lëviz, kom lëviz, gjithçka lëviz. Pastaj thot çdo elhamdulillah, çdo fjalë elhamdulillah është sadak. Çdo fjalë la ilaha illallah është sadak. Urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqja është sadak. Do të thonë çka me çdo sadaka e falenderojmë Allahun e lartësuar për nyjet që na i kalon të lëvizshme dhe elastike, dhe nuk na i ka koqit nyjet e trupit, më na u koqit dora, Zoti na rujtë se më na u koqit trupi. Pastaj thot krejt këtu tek çtu sadaka që duhet me dhon, sa nyje kemi në trup tash, llogarit për çdo nyje me dhon sadaka, subhanallah. Alhamdulillah s'na kanë obligu Allahu mirë, por gjitha këto thot i mbulojnë 2 rekate namazit duhas. Hadithi është i vërtetë.